Një operacion i policisë greke ka zbuluar një sasi tepër të madhe droge në Greqi, bashkë me një arsenal armësh, duke çuar në arrestimin e 6 shqiptarëve. Grupi kriminal kishte kultivuar drogë në Greqi dhe kishte arritur të nxjerrte prodhimin, ndërkohë që tregtonte edhe kokainë dhe droga të tjera sintetike. Operacioni i policisë u zhvillua në zona të ndryshme të Athinës dhe Arkadias. Kreu i grupit kriminal ishte 39 vjeçari Fatjon Prendi, ndërsa pas tij në hierarki vinte 36 vjeçari Elson Dreça, si bashkëpunëtor të tyre në ruajtje dhe magazinimin e drogës, parave, celularëve dhe transportin e kreut të grupit. U vënë në pranga dhe 35 vjeçaria Briseida Cami, 73 vjeçaria Pashkë Gega dhe 35 vjeçaria Zoe Ndoi. Në pranga gjatë operacionit ra edhe 50 vjeçari Arben Mashi, të cilët ju gjet dhe u sekuestrua një thik, ndërkohë që rezultoi se jetonte në mënyrë të palishme në Greqi. Gjatë operacionit u sekuestruan nga policia greke 1 tonë e 161 kilogram marijuan, 1640 rënjë marijuane, 4.3 gram kokainë, 3.5 gram ketamin, 10 gram kristal methamafin, MDMA, 9 tabela ekstazi, nga shitja e të cilave parashikohej një fitim prej 8 milion euro. Gjatë kontrolleve, policia greke gjeti dhe sekuestroi edhe armë, pistoleta dhe kalashnikov. Sipas burimeve policore, 39 vjeçari Fatjon Prendi rezulton me precedent penal në Greqi për tentativë vrasje dhe grabitje në bashkëpunim dhe ndodhej në masën detyrim paraqitje, ndërsa 50 vjeçari Arben Mashi rezulton me precedent penal për organizatë kriminale, drogë dhe armë, si dhe shkelje e ligjit mbi emigrantët.